Nëse qëndroni në telefon para gjumit, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Edhe pse shumë faktorë ndikojnë në cilësinë dhe kohëzgjatjen e gjumit, një studim i ri norvegjez zbuloi se kalimi i kohës në celular para gjumit mund të rezultojë në një cilësi më të dobët të gjumit dhe kohë më të shkurtër të gjumit. Rezultatet treguan se çdo njeri i cili përdor ekranin e telefonit përpara se të shkojë në gjumë ka një shkurtesë me 59% të cilësisë së gjumit dhe ka një vështirësi prej 24 minutash për të shkuar në gjumë. Studimi përfshiu 45.202 të rinj të moshave 18-21 vjeç dhe hetoi lloje të ndryshme të aktivitetit të ekranit dhe efektet e tyre të gjumit. Rezultatet e plota u publikuan në 31 mars në Fourteeners in Psychiatry dhe ekspertët cilësuan si qëndrimi në telefon para gjumit mund të ketë efekte negative në cilësinë e gjumit tuaj, ndaj duhet të evitoni sa më shpejt këtë problematikë.